politika është akt publik, nuk është retorikë. Domethënë ti ke retorikën në fillim, po do të jetë akt publik. Dhe në aktet publike nuk ka konservatorizëm, dhe ti me drejtë të prek që Partia Demokratike është larg konservatorizmit. Konservatorizmi është, domethënë, besosh në Zot, në familje, në dhe. Edhe të forcosh të lloj raporti, të besosh që është e rëndësishme të forcosh to linja për të mbajtur në atë të përhershme, se këto mendojnë ka një gabim klasik që thonë që po ti je tradicional nuk lëviz, tradita ruhet, më po përmirësohet në format. Çdo gjë lëviz. Po pra, lëviz, po tradita. Jeta vetën lëvizje më. Që këtu e kanë gabim. Edhe vetë djata kanë ndryshuar në konceptet, ideologjinë dhe mënyrën se si operon. Cila është sot për shembull, se për evagim, sot kjo krizë që kemi në botë është një krizë pikërisht e sistemit. Nuk është vetëm e sistemit. Sistemi ka lejuar, po të perifrazoj Camilla Paglia dhe Douglas Murray, janë marrë në mënyrë shumë interesante se si agjendat kanë ndërhyrë në demokraci dhe kanë prishur gjithë ekuilibrat dhe kanë detyruar që politikat shkojnë drejt fragmentarizimit. Për shembull, Camilla Paglia në vitin 70 është me shumë interes sepse kanë ndikim politik dhe sot këtu, domethënë për gjithë botën. Shpjegonte që kriza e ardhshme botërore, thoshte do vi nga heqja e kufirit që i bëjmë djemve të vegjël që nuk sillen më si djem, domethënë dhe kur triten, nuk do jenë burra që dinë të marrin vendime. Dhe kjo krizë është Douglas Murray ka shpjeguar se si agjendat kanë detyruar shoqërinë që të fusë në politikën e përditshme gjëra fragmentare që nuk e çojnë njeriu në ekuilibrin e plotë. Në Shqipëri, për fat të keq, ku ne kemi pasi idhuj ndërkombëtarët, ku imponohen në këtë lloj pike dhe përfusin në agjenda në gjuhë. Unë nuk thash, nuk kam problem për shembull se çfarë bëjnë ata në përditshmëri. Po në gjuhë ti s'mund më imponuar se gjuha prodhon mendim. Dhe po më futem fjalor. Jo, dakord, edhe media është komplet gabim. Në emër të kujt ti, në emër të një pakice, kush është ky deputeti që vendos për 100 vjet, për 200 vjet, që e ka mandatin 4 vjet dhe vendos se si shoqëria do mendojë 200 vjet e ardhshëm, sepse ti nuk mund të marrësh vendime, se gjuha është thelbi jon. Gjuha prodhon mendimin. Nëpërmes gjuhës komunikojmë. Nëse nëse më detyron mua, ma fragmentarizon gjuhën, dhe ma ndryshon gjuhën, ma fut në fjalor këtë gjë, do të thotë ma ke futur në mendim. Dhe fëmijët e ardhshëm do të mendojnë përmes këtij fjalori. Dhe unë këtë kundërshtoj në mënyrë të hapur, të fortë. Në emër të kujt kjo pakica i imponohet shumicës se si do mendoj? Absolutisht, këtu jam 100% në këtë pikë me gjithë liberal. Dhe kam kritikuar deputetët e Partisë Demokratike dhe thash, kush ju pengoi juve me bësancat gjimore me njerëz të juaj, me gjyqësit të juaj, me votuesit të juaj në rrethet e juaja atë javë që ishte kjo gjë? Si shkuat, domethënë, si nuk e debatuat? Çfarë konservatorësh jeni ju që nuk debatuat një gjë që e mendoni dhe e besoni?